Kjo luanesh u zë ngushtë nga hjenat dhe thirrri me dëshpërim për ndihmë, duke luftuar për jetën e saj, pas durimit të një betejë të gjatë dhe të vështirë, tufa e saj arriti dhe ajo shpëtoi. Këta këlysh qite, deshe një derë të vogël për darkë dhe u përpoqën ta ndjekin, derisa prindërit e tërbuar të derit erdhën për shpëtim dhe filluan të ndjekin qitat. Kjo nuk është mënyra e duhur se si duhet të zgjohet një mbretëresh luanesh. Ndonjëherë nuk ka lidhje fare se sa e madhe është kafsha, gjithashtu duhet të kish vetbesim, si ky rosak që tallet me një tuftë tigrash të uritur. Duket se rosakëve u pëlqen të tallen me tigrat, sepse këtu është një tjetër rast.